Aleksi gjithmonë kishte pasur dëshirë të eksploronte pyet e dendura pranë shtëpisë së tij, por asgjë nuk mund ta kishte përgatitur për atë që hasi atë ditë. Përmes një hapësire midis pemëve, ai vuri re diçka masive që shkëlqente zbejt në mbulimin e myshkut dhe vereshtave. Teksa afrohej, zemra i rikte fort, një anije kozmike e vjetër dhe e haruar, që dukej e braktisur në mes të asgjëkundit. Kurioziteti e mposhti frikën e tij dhe ai u drejtua me kujdes drejt brendësisë. Por ajo që zbuloi brenda sallave të saja të heshtura dhe të errta e tronditi deri në palc. Pjesa e jashtme ishte e dëmtuar nga koha, duke treguar shenja të viteve të ekspozimit të elementeve natyrore. Ajo përpoqë të kujtonte ndonjë lajm të fundit rreth anijeve të humbura, por asgjë nuk i vinte ndërmend. Pavarësisht të viteve të neglizhencës, Alex nuk mundi të mos vërente shenja dalluese të anijes. Logoja e zbeur e një agjencie dikur të shquar hapësinore ishte ende e dukshme. Kjo agjenci ishte shpërbër prej kohësh, misionet e saj ishin thjesht pjesë e historisë. Çfarë mund ta kishte bërë këtë pjesë të përparuar të teknologjisë të përfundonte e haruar këtu? Teksa Aleksi afroi baxhës në anën e anijes, ai vuri re se ajo ishte paksa e hapur. Ai nguroi për një moment, ndërsa pasiguria brenda e brende. Mirë, po e provoj, përshpëriti ai, duke e shtyr kapakun pak më shumë. Me lëvizje të kujdesshme, Alex e hapi derën plotësisht dhe shikoi brenda. Një valë heshjeje rrënqellëse e mbështolli, duke e bërë të dridhej. Brendësia ishte errët, drita e zbejtë e perëndimit të diellit mezi depërtonte në kabinë. Le të zbulojmë se çfarë ka këtu, tha ai. Aleksi nxori elektrikun e dorës nga ruksaku i tij, duke e shtrënguar fort. Mori një frym të thellë dhe hyri brenda anijes. Ajri ishte i ndenjur dhe i vjetër, i mbushur me aromën e makinerive të lashta. Brendësia ishte e rrëmujshme, me pajisje të vjetra dhe mbeturina. Aleksit i u desh të lundronte me kujdes përmes rrëmujës së krijuar. Ai mund të shihte flet letre të shpërndara nëpër dysheme, me disa prej tyre të ngecura mes sediljeve. Vendi duke i paprekur prej vitesh. Në kabinën e pilotit, Alex gjeti një seri hartash dhe shënimesh të shpërndara kudo. Shumica ishin të datuara dekada më parë. Një tjetër shënim i tërhoqi vëmendjen, i ngrisur dhe i zverdhur nga koha. Ai filloi të kuptonte rëndësinë e këtyre dokumenteve. Secili prej tyre jepte sugjerime për faza të ndryshme të udhëtimit të tyre, duke bashkuar pjesët e një historie dëshpërimi dhe urgjence. Çdo dokument dukej se tregonte një ulje të nxituar dhe të paplanifikuar. Shënimet përmbanin plane të improvisuara dhe rillogaritje të rrugës së tyre, të gjitha të bëra në nxitime sipër. Ata nuk kishin ndërmend të uleshin këtu, përfundoi Alex duke shpletuar letrat. Teksa depërtonte më thellë në anije, ajri u bë më i rënd dhe korridoret të ngushtuan. Ai hasi në atë që dukej të ishte zona e jetesës së ekuipazhit, i vendosur për të zbuluar më shumë. Alex filloi të kontrollonte sendet personale të ekuipazhit. Ai gjeti rroba të shpërndara, ambalazhe të vjetra ushqimesh dhe madje edhe disa lodra fëmijësh, të cilat vërtet i tërhoqën vëmendjen. Gjeti fotografi dhe letra që pikturonin një imazh të gjallë të jetëve që dikur ishin jetuar në anije. Imazhet dhe fjalët e mbushura me një ndjenjë melankolie dhe misteri të vazhdueshëm. Çdo fotografi, letër dhe send dukej se përshpëriste tregime gëzimi dhe trishtimi. Pranë dhomave të gjumit, Alex zbuloi një ndarje të fshehur me një derë të mbyllur fort, gjë që ai rriti edhe më shumë kuriozitetin. Dera ishte mirë e kamufluar, pothuajse e shkrir me murin. Çfarë ka këtu? Përshpëriti me vete, ndërsa pulsi i tij shpejtohej. Ai karoi gishtat përgjatë skajeve të saj, duke kërkuar për ndonjë mënyrë për ta hapur. Kjo hapësirë e fshehur dukej se mbante sekrete që ai po përpiqej dëshpërimisht të zbulonte. Alex u përpoq të hapte me forcë derën e ndarjes, por ajo ishte e vulosur fort. Ai përdori gishtat dhe u përpoq ta shtynte me shpatull. Me një përpjekje të konsiderueshme, ai arriti të hapte ndarjen. Rrezja elektriku të Alexit zbuloi manuale të vjetra fluturimi dhe regjistra komunikimi të rreshtuara mjeshtërisht. E gjeta, përshpëriti ai, duke ndjerë një valë emocioni. Brenda gjeti disa manuale fluturimi të vjetra dhe regjistra komunikimi. Alex nuk mund të besonte syve. Këto dokumente duket se mbajnë çelësin e misterit,
se pse Ania përfundoi këtu. Ai hapi me kujdes një nga manualet. Faqet ishin të zverduara nga mosha, por të paprekura. Regjistra tregonin një ngjarje të papritur që e kishte detyruar ekuipazhin të ndryshonte kursin. Alex lexoi shënimet duke vënë re kohët dhe koordinatat. Megjithatë, detajet të vagëta ato aludonin për një ngjarje katastrofike. Sytë e Alexit u zgjeruan. Kur hasi fjalë si rrezik i pashmangshëm dhe dështim kritik, këto nuk ishin terma që përdorishin lehtë. Alex mendonte mbi kuptimin e këtyre regjistrave ndërsa vazhdonte kërkimin e tij. Ai ul për një moment duke u përpjekur të bashkonte thërrimet e informacionit që kishte mbledhur. Mendja e tij po vraponte me mundësi të ndryshme, secila më e frikshme se tjetra. Çfarë mund t'i ketë shtyrë ata të ulen këtu? Pyeti veten. Ai kaloi nëpër pasazhe të ngushta dhe ul në trarre të ulët. Aty i fshur pas një paneli, ai zbuloi një libër regjistrimi të veçantë. Paneli ishte pjesërisht i lirshëm, mjaftueshëm që Alex ta hapte me duar. Brenda ishte fshehur një libër i trashë dhe i dëmtuar nga koha, me një kopertinë që dukej zyrtare dhe rëndësishme. Libri i regjistrimit dukej se ishte ditari i kapitenit, një llogari e detajuar e ngjarjeve të përditshme të misionit. Le të shohim se çfarë ka ndodhur vërtet, përshpëriti ai, duke kthyer faqet. Alex lexoi hyrjet, i magjepsur dhe i shqetësuar nga tregimi që shpalosej. Eksitimi fillestari ja la vendi shqetësimit teksa përpinte rrëfimet e kapitenit. Fjalë si sensor me defekt dhe anomali të sistemit shfaqeshin shpesh. Alex mund të ndjente tensionin duke u përshkallëzuar në çdo shënim të ri. Duke u mbështetur në ditarin e kapitenit, Alex harton një linjë kohore të udhëtimit të Anijes. Mirë, ata lanë orbitën këtu, përjetuan anomalinë e parë atje, mërmëriti ai, duke lidhur pikat në grafikun e tij të improvizuar. Ai vendosi të kërkojë në pyllin përreth, duke shpresuar të gjejë shenja shtesë të uljes së papritur të Anijes. Sytë e tij skanonin dyshemën e pyllit për ndonjë anomali. Teksa eksploronte, ai gjeti pajisje të braktisura dhe furnizime urgjencë të shpërndara kudo. Kontejnerë të vjetër të pluhurosur dhe të haruar, qëndronin gjysmë të varrosur nën gjethnaj. Ai mblodhi me kujdes disa pjesë të rëndësishme, duke shpresuar se ato mund të jepnin njohuri të mëtejshme. Alex rregulloi sendet që gjeti, duke u përpjekur të shikte imazhin e plot, harta, shënime dhe tani pajisje. Të gjitha aludonin për një ngjarje të papritur dhe të paparashikuar. Nga çfarë po iknin? Pyeti ai me zë të lartë. Prania e shpërthimeve diellore duket domethënëse, por ndikimi i tyre i plot është ende i paqartë. Regjistrat përmendnin shpesh aktivitetin diellor, duke lënë të kuptohet se ishte më shumë se një shqetësim i vogël. Ndoshta u goditën më rënd nga sa e prisnin, spekuloi ai. Alex kthehet në anije i vendosur për të shtruar të gjitha mundësitë. Kërkimi i tij fillestar kishte qenë i plot, por ai e dinte se mund të kishte më shumë sekrete të fshehura që prisnin të zbuloheshin. Me vendosshmëri të përtrir, ai hyri përsëri brenda duke ekzaminuar çdo cep e vrim. Duhet të ketë më shumë gjurmë këtu. Ata i lanë këto pas, u habit ai, duke marrë një pako të vullosur. Nuk kishte kuptim të braktisnin pajisje thelbësore, përveç nëse nuk kishin zgjedhje tjetër. Gjendja e paprekur e pajisjeve sugjeronte se ekuipazhi kishte pasur pak kohë për të planifikuar largimin e tyre. Ky zbulim vetëm sa e thelloi misterin rreth evakuimit të tyre të papritur. Teksa Alex po kërkonte në dhomën e ngarkesave, ai gjeti një ditar që i përkiste një prej antarëve të ekuipazhit. Kopertina ishte e rreckosur dhe faqet e zverduara, por ishte ende e lexueshme. Duke e shfletuar, ai lexoi rrëfime personale të mbushura me frikë dhe pasiguri. Shënimet përshkruanin një ekuipazh në ankth, duke u përballur me defekte pashpjegueshme dhe paranoj në rritje. Ata duhet të kenë qenë të tmerruar, tha Alex me zë të lartë, duke ndjerë peshën e fjalëve të tyre. Ai e mbajti ditarin afër, duke ndjerë rëndësinë e tij. Ekuipazhi po përgatitej për diçka nga e cila nuk mund të shpëtonin, duke lënë të kuptojë ashpërsia e situatës së tyre. Shënimet e ditarit detajonin përpjekjet e ethshme dhe të riparuara për sistemet dhe planet e dëshpëruara për mbijetesë, përgatituni për më të keqen, paralajmëronte një shënim i nënvizuar disa herë. Alex ndjeu një të dridhur në shtyllën kurrizore, teksa kuptoi se sa e rëndë ishte gjendja për ta.
Jarmatosur me gjithçka që gjeti, Alex ulet me ditarin e kapitenit, ditarin e ekuipazhit dhe disqet e të dhënave në kampin e tij. Metodikisht, ai filloi të shqyrtonte dokumentet, duke ballafaquar datat dhe ngjarjet. Ajri i natës ishte i freskët, por Alex ishte shumë i përfshirë për ta vënë re. Ai fillon të lidh historinë dhe anomalitë teknike të gjetura në regjistra me shënimet e ditarit. Ekuipazhi ishte përballur me një seri problemesh të përshkallëzuara, të ndërlikuara nga aktiviteti i fuqishëm diellor. Gishti i Alexit ndoqi linjën kohore në grafikun e tij të improvizuar. Ai kupton se ka nevojë për ndihmë eksperti për të deshifruar disqjet e të dhënave dhe zhargonin teknik. Nuk mund ta bëj këtë i vetëm, pranoi ai, duke njohur kufizimet e tij. I vendosur për të shkuar deri në fund të kësaj, Alex vendosi se ishte koha të kërkonte ndihmë nga jashtë. Ai vendosi të kthehet në qytetërim dhe të kontaktoj dikë që mund të kuptoj aspektet teknike të asaj që ka zbuluar në pyll. Alex kthehet me një specialist komunikimi për të analizuar përmbajtjen e disqjeve të të dhënave. Specialisti, një ekspert i sprovuar në teknologjinë e emisioneve hapësinore, instaloi pajisjet e tij ndërsa Alex shikonte me vëmendje. Ata arritën të nxirrnin regjistrimet e fundit të fluturimit dhe të dhënat e sensorëve. Të dhënat filluan të pikturonin një tablo të qartë të momenteve të fundit të anijes. Specialisti konfirmoi se shpërthimet diellore kishin shkaktuar dështime kritike të sistemit, duke rezultuar në një ulje emergjente larg destinacionit të synuar. Zbulimi ishte tronditës, por i vërtetueshëm. Shpërthimet kishin qenë dominoja që shkaktoi një zinxhir ngjarjesh katastrofike. Ky zbulim shpjegon pse ekuipazhi u desh të braktiste anijen aq papritur dhe anomalit me të cilat u përball përpara uljes. Dështimet kritike të sistemit dhe defektet e sensorëve e bën anijen të pajetueshme. Ekuipazhi nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të evakuojë me nxitim, duke lënë pas një gjurmë të dëshpërimit të tyre. Alex ndjoi një vaj lehtësimi teksa ballafaqonte regjistrimet e fluturimit me ditarin e kapitenit dhe atë të ekuipazhit. Implikimet e leximeve dhe ashpërsia e shpërthimeve diellore paraqesin një kujtesë të fortë të dobësive me të cilat përballen misionet hapësinore. Specialisti tundi kokën duke parë të dhënat. Udhëtimi në hapësirë nuk ka të bëjë vetëm me teknologjinë, ka të bëjë me mbijetesën ndaj të panjohurës. Alex kupton se anomalitë e çuditshme të vërejtura në raportin e fluturimit ishin në fakt të shkaktuara nga shpërthimet diellore. Prandaj sistemet dolën jashtë kontrollit, tha ai, duke shfletuar raportet. Fenomenet dikur misterioze tani kishin një shpjegim konkret. Çdo lexim anomal ishte një gjurmë e aktivitetit intensiv diellor. Mendimi ishte sa i rënd aq edhe ndriçues. Misteri u zgjidh, pëshpëriti ai, duke ndjerë kënaqësinë dhe trishtim për ekuipazhin e humbur të anijes. Mirënjohës për ndihmën e specialistit, Alex ndihet i lehtësuar por i zymt, duke ditur të vërtetën për fatin e ekuipazhit. Alex kaloi orë të tëra duke shkruar, duke bashkuar çdo detaj me zell. Ai synonte të nderonte guximin e tyre dhe të siguronte që trashëgimia e tyre të mbetej. Historia e anijes, dikur e fshehur, tani do të ndahej me botën, duke u kthyer në pyll për herë të fundit. Alex bën homazhe në vendin ku ul anija. Ai qëndroi në heshtje, duke reflektuar mbi udhëtimin dhe zbulimet. Nuk do të harroheni, pëshpëriti ai, duke vendosur një memorial të vogël pranë anijes. Heshtja e pyllit dukej më pak rrëqethse, tani më shumë si një gardian solemn i së kaluarës. Vendi dikur një mister, tani ishte një vend i shejt kujtimi. Ai ndjeu një lidhje të thellë me ekuipazhin. Me misterin e zgjidhur, ai largohet nga pylli duke lënë pas heshtjen e frikshme dhe merr me vete historitë e guximit dhe humbjes. Çdo hap larg ndihet çlirues. Megjithatë, ai e dinte se kujtimet dhe mësimet e këtij udhëtimi do të mbeteshin me të përgjithmonë. Lam të mirë, mërmëriti ai. Anija tani një pjesë e historisë. Kishte ndarë sekretet e saja. Alex mori një frym të thellë, gati për të sjellë ato histori në dritë dhe për t'u siguruar që ato të mos harroheshin kurrë.